Shqyrtimi gjyqësor në çështjen penale kundër të akuzuarit Milorad Gjokovic, i përfunduar me datë 21 korrik 2026, trupi gjykus në përbërjen nga Donik Shala Ardyli, kryetare e trupit gjykus dhe gjyqtarët Vesel Ismaili dhe Kujtem Krasniqi, anëtarët e trupit gjykues, pas këshillimit dhe votimit, ka çmuar se është e nevojshme që përsëri të hapet shqyrtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës. Gjatë administrimit të provave në shqyrtim gjyqësor, konkretisht gjatë dhënies së dëshmisë nga dëshmitarja Nurie Krasniqi, e njëjta ka deklaruar se ka dëshmuar për rastin edhe më parë në polici me njëherë pas luftës. Përkundër nuk i është kujtuar data e dhënies së dëshmisë. Duke vepruar në bazë të kërkesës së mbrojtjes së të akuzuarit, gjykata ishte drejtuar Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë për të kërkuar deklaratën e dëshmitares Nuria. Por në përgjigje të kësaj kërkese, instituti kishte njoftuar se nuk e posedoi një deklaratë të tillë. Trupi gjykus me rastin e analizimit të shkresave të lëndës ka vlerësuar se me qëllim të sqarimit të plotë dhe të drejtë gjendjes faktike, është nevojshme rihapja e shqyrtimit gjyqësor për ndërmarrjen e veprimeve shtesë në drejtim të sigurimit të deklaratës së mëhershme të dëshmitares Nurie Krasniqi. Kjo për faktin se dëshmitarja ka deklaruar në betim se pas luftës kishte dhënë deklaratë lidhur me rastin para organeve policore. Në këto rrethana, gjykata shmang se nuk janë shtëruar të gjitha mundësitë për sigurimin e kësaj prove. Andaj është e nevojshme që të kërkohet ekzistimi i saj pranë stacionit policor në Pej dhe nën stacionit në Vitomiric dhe sipas nevojës edhe pranë institucioneve ndërkombëtare që kanë vepruar në Kosovë pas luftës si UNMEK dhe ULEX, në mënyrë që vendimi përfundimtar të mbështetet në një administrim sa më të plotë të provave. Ndërsa po që se gjykata siguron këtë dëshmi dhe varësisht nga gjetjet, dëshmitarja Nurie Krasniqi mund të ftohet të dëgjohet përsëri në gjykatë.